në fundin e kësaj, por mund të penalizohet me ulje të vleftës të pagesës në rastin se fiton. Pra mund të penalizohet. Edhe herë të tjera, ata e kanë bërë këtë uljen e vleftës të pagesës në rastin se ne bëjmë gabime. Pra, dhe kjo, unë mendoj që kjo do t'jetë në prajmin që vjen, do t'ketë një penalizim, po jo të largohet nga shtëpia Big Brother, nuk e besoj. E qartë. Mirë, Ema, ndërkaq në shtëpinë e Big Brother VIP së fundmi erdhi dhe një zarf i bardhë, ku banorët duhet argumentonin se cili prej tyre pra e meriton finalen, kur edhe bëhet e ditur se si vjet janë vetëm 4 finalistë, ashtu si e kemi dëgjuar. Ndërkaq, të gjithë konkurrentët e këtij formati në mesin e finalistëve kanë përzgjedhur Gjestin. Pyetja ime është, pavarësisht se ti e preke në pjesën e parë, a është Gjesti favoriti kryesor për të fituar çmimin e madh sigurisht, apo ka një surprizë tjetër në horizont? Atëherë, unë do të them diçka. Pjesa më e kanë vendosur Gjestin, sepse brenda gjinisë femërore ka një konkurrencë të jashtëzakonshme. Pra, gjinia femër është shumë interesante, po gjithmonë godet vetveten. Dhe kjo ka ndodhur. Nuk mendoj që të gjithë konkurrentët duhet kishin shkruar emrin e Gjestit, përse emrin e Gjestit. Dhe jo të një vajze, e cila aty ka vajza të mrekullueshme, shumë të zonjat, që unë mendoj që një nga ato do t'jetë Rozana, dhe mendoj që do t'jetë Rozana, i qëndroj asaj fjale që kam thënë që në fillim, që Rozana mund t'jetë fituesja e Big Brotherit. Pra, mosvendosja kjo është ego midis femrave me njëra tjetrën. A mund të ketë qenë vetëm kjo arsye ose faktori kryesor që i ka bindur banorët ta zgjedhin Gjestin si finalist? Faktori kryesor është se Gjesti jo se nuk ka bërë lojë, Gjesti është një lojtar që i takon finalja normale, pa diskutim, por për mendimin tim edhe një tjetër banori që i takon finalja është Laerti, është e padiskutueshme që do të jetë pjesë e finales. Laerti është një personazh i Big Brotherit me vlera të jashtëzakonshme, të inteligjencës, të kulturës, së botës, një djalë me shumë patriot, me norma të jashtëzakonshme, pavarësisht se tash në Big Brother ka dhe diçka që nuk na pëlqen, sepse lojë është fundi a fundit edhe mund të ketë bërë dhe diçka që nuk na pëlqen. Ama është një personalitet i kulturës shqiptare. Ka dhënë shumë. Edhe fjalët e tij në televizionet të ndryshme, në radio, zëri i tij është shumë i fuqishëm për çështjen kombëtare. Është nga figurat më të bukura me fjalët e tij, se fundi a fundit në çdo debat fiton argumenti. Argumentat e tij kanë qenë të fuqishme lidhur me temën e shqiptarisë madhe. A ka ndonjë aleancë të fshehtë Ema mes finalistëve për të eliminuar konkurrentët e tjerë? Tashi, aleancat kanë qenë të mëdhaja gjatë gjithë kohës. Po ne duhet të vëmë re një gjë interesante. Aleancat në fund u prishën, sepse jemi drejt finales dhe tashi nuk mundet të mbajmë aleanca me njëri tjetrin, po kemi dalë në luftë. Një nga aleancat më të suksesshme ka qenë ajo e Rozanës me Gjestin. Ka qenë një aleancë e gjatë, e fortë, e fuqishme, por sigurisht që tash mund të vazhdojmë me aleanca, se erdhi finalja, pra do vemi me aleanca deri në finale. Pra secili do të mbrojë veten e vet. Kështu që ka pasur aleanca. Një aleancë do thosha e fshehtë dhe tepër interesante, unë dua ta ndaj këtu, është Rozana me Laertin. Po të vëshre debatet e tyre janë konstruktive, pavarësisht se janë debate. Pra ata janë duke debatuar me njëri tjetrin, por duke sjell vlerat e njëri tjetrit. Për shembull, Laerti i thot Rozanës që ti ke një tëmet, ama ti ke qenë artiste, ke fituar në filan vit, ke fituar në këngë, ke bërë këtë. Pra, duke debatuar, ata në një mënyrë të tërthort kanë nxjerrë vlerat e njëri tjetrit. Është shumë interesante debatet midis tyre dhe në çdo debat ata tregojnë vlera për njëri tjetrin, pavarësisht se janë duke debatuar. Pra është një lojë e bukur, të dy konkurrentëve janë nga më inteligjentët
pa diskutim. Ema, duke qenë se jemi drejt fundit dhe duke parë të gjithë dinamikën e lojës dhe zhvillimet e fundit, si do të ndikojnë eliminimet e ardhshme në dinamikën e lojës, por edhe në raportet mes banorëve? Ata do të sigurisht që fundi i ka eliminimet e fundit, por një pyetje që unë mendoj që do t'ishte, cilët do t'ishin ata 4 finalistë, do ishte interesante. Unë mendoj që është Rozana, Gjesti, Laerti, dhe i fundit ka qenë në debate të jashtëzakonshme se kujt i takon i 4-ti në këtë Big Brother, kush do të jetë finalisti i 4-t. Mendoj se ata të cilët kanë bërë organizimin kanë përgatitur edhe surpriza të cilat mund të na çojnë në gjëra interesante. Pra, do të jenë surprizat ose eliminimet e fundit, të cilat do na sjellin gjërat interesante. Unë mendoj që i takon faktikisht të jetë një vajzë ose Gerta, se është një vajzë autoritare edhe me vlera, është vajzë me vlera, por edhe 2 vajzat e tjera që janë Danja, është interesante dhe mund të jetë një tjetër finaliste, sepse jo gjithmonë njeriu duhet të tregoj të bëj debate duke ofenduar dhe duke sharë. Danja është një nga ato e cila dhe kur ka qenë pikë delikate, ka ditur të mbaj nivel, nuk e ka çuar debatin në egzagjerime me fjalë ofenduese, pra nuk i ka përdorur këto fjalë ofenduese. Ka treguar një femër me vlera. Është Danja. Ema, nga këto emra që më thea, mund të ndodhë ndonjë përmbysje madhe para finales së 19 prillit? Përmbysje. Në finalistët jo. Përmbysje do të jetë në pjesën jo të finales. Përmbysje për mua është në rastin se kësaj radhe Zarfi do t'i uli vleftën në pagesë Gjestit. Nuk do t'a nxjerrë Gjesti, po do t'i japi më pak në rastin se ai është fituesi Big Brotherit. Pra do t'i bëj një ulje në e ka bërë një herë, mund ta bëj përsëri, pra në vleftë pagese. Gjesti është dhe nuk është futur që në fillimet e Big Brotherit, pra nuk është i fillimeve, kështu që çdo gjë mund të ndodhi, sepse s'është në ditën e parë të hapjes së Big Brotherit, të është futur mbas konkurrentëve. Por unë mendoj që Gjesi ka dhe një favor tjetër, që është i vetmi përfaqësues i Kosovës. Votat e Kosovës janë shumë të mëdha, kështu që ai do të jetë finalist i padiskutueshëm, sepse janë edhe një numër i madh pa diskutim i votave që vjen nga Kosova për Gjestin. Kurse nga Shqipëria janë shumë. Qartë, mirë, Ema, ndërkaq, pret që Egli dhe